Profesori i njohur Enver Bytyçi në një prononcim për Bota Sot ka komentuar zhvillimet e fundit, ku u raportua se kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka urdhëruar ministrin për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha që të pamundsojë çdo vizitë zyrtare në Shqipëri për ministren e drejtësisë së Kosovës Donika Gërvalla. Bytyçi ka deklaruar se Gërvalla e ka kritikuar ashpër Ramën për letrën e përbashkët me Aleksandar Vučić të publikuar në Frankfurter Allgemeine Zeitung, duke akuzuar se shpesh i del në ndihmë Vučićit në momentet kur ai përballet me vështirësi në raport me Perëndimin. Ai ka nënvizuar se kjo nuk është hera e parë, duke kujtuar edhe qëndrimet e Edi Ramës në vitin 2023, kur kishte kërkuar mirëkuptim për Serbinë lidhur me mosvendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Ministria e Drejtësisë dhe zëvendës kryeministre e Kosovës Donika Gërvalla bëri pak ditësh më parë një deklaratë kritike deri diku të ashpër ndaj kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Objekti i kritikës ishte letra e përbashkët e zotit Rama me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe publikimi i kësaj letre në gazetën e njohur gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung. Në atë letër, të dy liderët autokrat ballkanik shprehen të gatshëm të heqin dorë nga integrimi politik në Bashkimin Evropian dhe të pranojnë vetëm integrimin ekonomik në tregun e lirë evropian. Zonja Gërvalla tha se Edi Rama i vjen në ndihmë presidentit Vučić sa herë që ai gjendet në vështirësi në marrëdhëniet e tij me Europën dhe Perëndimin dhe ndihmon atë që të kapërcej vështirësitë në këto raporte. Kjo është shumë e vërtetë. Në pranverën e vitit 2023, zoti Rama pati kërkuar në një samit të NATO-s që Serbia dhe presidenti i saj të tolerohen dhe të mirëkuptohen se ata nuk i vendosnin sanksione Rusisë pas agresionit të Moskës kundër Ukrainës. Ishte një avokati e panevojshme që i vinte në ndihmë asaj kohe jo vetëm Serbisë, por edhe Rusisë. Tani kërkon që Serbia dhe Shqipëria dhe kjo e fundit, për atër të Serbisë, të futen vetëm në tregun evropian të ekonomisë, biznesit dhe investimeve, heqin dorë nga vetoja, përfaqësimi politik dhe çdo gjë tjetër që i konvenon Serbisë, ka thënë Bytyçi. Më tej, profesori ka kritikuar ashpër reagimin e qeverisë shqiptare, pasi që është urdhëruar ndalimi i vizitave zyrtare të Gërvallës në Shqipëri. Sipas tij, një veprim i tillë do të përbënte një përkeqësim të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve dhe një masë pa precedent ndaj një zyrtareje të lartë nga Kosova. Zonja Gërvalla nuk e tha, por unë mendoj se ky variant i hap rrugë Serbisë për në BE, pa patur nevojën ta njohë Kosovën. Pra, ajo letër dhe ai model që propozon Edi Rama e dëmton interesin e Kosovës. A u konsultua kryeministri i Shqipërisë në këtë rast me autoritetet në Prishtinë? Jo. Atëherë pse të fshihet dielli me shoshe të mos thuhet e vërteta e asaj letre? Pse të mos përmenden motivet e saj dhe qëllimet gjithashtu? Shkurtë raporti me të vërtetën i deklaratës së zonjës Donika Gërvalla është i saktë, është real dhe i pakontestueshëm. Reagimi i qeverisë shqiptare pas kësaj deklarate është i turpshëm. Kryeministri shqiptar, sipas burimeve të portalit Lapsi, ka urdhëruar ndalimin e çdo vizite zyrtare të zëvendës kryeministres së Kosovës në Shqipëri. Pra, kryeministri i Shqipërisë ka urdhëruar ministrin e jashtëm që ta shpall non grata vajzën e Jusuf Gërvallës, simboli të lirisë dhe shtetësisë së Kosovës, natyrisht si politikane, sepse ajo ka edhe shtetësinë shqiptare që prej kohës së komunizmit. Kjo do të thotë se shteti shqiptar vendosi sanksione ndaj Prishtinës zyrtare për shkak të një kritike drejtuar të paudit në kryet e ekzekutivit të Shqipërisë. Edhe një der i çmendur nuk do ta bënte këtë, jo më një njeri i çmendur, por ja që e bën kreu i ekzekutivit të Shqipërisë, ka theksuar profesori. Sipas Bytyçit, Edi Rama ka ndërmarrë edhe një më herët veprime që i cilëson si të dëmshme për Kosovën. Në fakt nuk është hera e parë që ky lider i Tiranës zyrtare vendos sanksione kundër Kosovës. Ai vuri i pari para BE-s sanksione ndaj qeverisë së Kosovës, kur në fund të qershorit 2023 vendosi një anshëm anullimin e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive në Gjakov, dhe kjo u bë vetëm 24 orë para se të organizohej kjo mbledhje. Pse? Sepse Kosova po celebronte kryetarët e komunave në veri të Mitrovicës, një drejt kushtetuese e pakontestueshme, por nuk mjaftoi me kaq. Edi Rama loboi asaj kohe që Komisioni Evropian të vendoste sanksione kundër Kosovës dhe të ngrinte qindra miliona euro për të